Këto janë edhe dëshmia më e mirë që lufta për lirinë nuk ka qenë aq e lehtë dhe procesi i ndërtimit të shtetit tonë, por sot populli jonë është një popull i lirë, është një popull sovran. Gjashtë vjetë pavarësisë, Kosovën e kanë konfirmuar si vend i transformuar dhe i zhvillimit, si atë të qytetarëve të barabartë, si faktor kredibil, bashkëndërtues dhe bashkëpunues me demokracitë përreth dhe kudo në botë. Unë sot dua t'i siguroj aleatët tanë se Kosova në Kosovë kanë gjetur një mik mirënjohës dhe një besnikëri të përhershme e të pakurzuar. Ju faleminderit shumë. Faleminderit për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për vendet e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Të nderuar pjesëmarrës, 15 vite liri e 6 vjet pavarësi nuk janë shumë për historinë një populli, por ne gjithsesi kemi bërë shumë. Kemi bërë shumë sepse kemi punuar bashkarisht. Në një kohë rekord ne ndërtuam nga 0 institucione shtetërore, organet e sigurisë dhe të drejtësisë dhe shërbimin diplomatik. Mandej, me një proces të ndjeshëm të dialogut me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, arritëm marrëveshjen e parë historike për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Shtetit të Kosovës dhe Serbisë.